Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni qendror i lajmeve në Radio Televizionin 21. Kryeministri Albin Kurti ka deklaruar se Kosova mbetet e përkushtuar për normalizimin e plotë të marrëdhënieve me Serbinë përmes njohjes së ndërsjellë. Këtë deklarat ai e bëri një ditë pas takimit me të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialogun Peter Sorensen. Ndërkaq ky i fundit tha se fokusi i takimeve në Kosovë ishte avancimi i normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë dhe zbatimi i zotimeve. Në kohën kur Bashkimi Evropian ka paralajmëruar një takim të nivelit të lartë mes Kosovës dhe Serbisë, kryeministri Albin Kurti rithekson nevojën që normalizimi i marrëdhënieve mes vendeve të bëhet përmes njohjes së ndërsjellë. Këtë qëndrim ai e shprehu në platformën X duke dhënë detaje për takimin e djeshëm me të dërguarin e BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen. Diskutuam për rrugën e integrimit evropian të Kosovës, sundimin e ligjit dhe procesin e dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Ne mbetemi të përkushtuar për normalizimin e plotë të marrëdhënieve me Serbinë përmes njohjes së ndërsjellët. Për takimet e ndara me Kurtin e me Konjufcën ka dhënë detaje edhe i dërguari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen. Ai tha se temë e takimeve ishte edhe zbatimi i zotimeve. Vizitova Kosovën për diskutime të mira me kryeministrin Albin Kurti dhe ministrin e sapo emëruar të punëve të jashtme, Glau Konjufca. U fokusuam në avancimin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, zbatimin e zotimeve dhe sigurimin e stabilitetit dhe progresit në rrugën europiane. Bashkimi Evropian së fundmi ka deklaruar se përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri Kaja Kallas është e gatshme të organizojë një takim të nivelit të lartë së shpejti, por nuk ka përmendur një datë specifike. Emrimi i ministrit të jashtëm Glau Konjufca në krye të procesit të dialogut me Serbinë nga përfaqësues të pushtetit po shihet si vazhdimsi e një qasjeje të konsoliduar, ndërsa nga opozita si moment që kërkon më shumë transparencë dhe llogaridhënie institucionale. Deputeti i vetëvendosjes Driton Hyseni konsideron se me Konjufcën në krye të diplomacisë dhe të procesit negociator do të ruhet ritmi i deritanishëm i angazhimit në raport me faktorin ndërkombëtar. Me një ritëm të tillë do të vazhdoj edhe tani duke qenë zotëri Glau Konjufca si ministri i punëve të jashtme dhe zëvendës kryeministri i parë në krye të këtyre bisedimeve, respektivisht në krye të këtyre le themi çështjeve të cilat do të trajtohen me Bashkimin Evropian fillimisht e më pastaj edhe me Serbinë si një palë në tavolinë, me qëra faktorët ndërkombëtar duhet të tregojmë që jemi përfaqësi të mirë siç kemi treguar edhe në të kaluarën dhe në këtë drejtim edhe zoti Konjufca me gjithë le të themi angazhimin e tij politik qysh nga fillet e tij atë angazhimit politik ka treguar se e ka qasjen, e ka le të themi atë racionalitetin e tij, por mbi të gjitha e kemi sigurinë e plotë që kur vjen në pyetje interesat e Republikës Kosovës është i denjë për t'i përfaqësuar në mënyrën më të mirë. Në anën tjetër, opozita kërkon qartësi dhe përfshirje më të madhe institucionale në proces. Deputetja e EOAK-s Time Kadriaj theksoi se mënyra se si do të hartohet agjenda e dialogut do të varet edhe nga kërkesat e Bashkimit Evropian, por insiston që për procesin të raportohet në kuvend. Të shohim se ai si do ta hartoj agjendën e dialogut, edhe kjo mbahet për zhvillimeve ose për kërkesave që do i ketë Bashkimi Evropian dhe emisarët e caktuar për çështjen e dialogut. Kjo do të shihet, mendoj të jetë një proces transparent e ka për obligim të vjen të raportojë në kuvendin e Kosovës për agjendën që ka, për çka do të dialogohet dhe cilat do të jenë rezultatet. Sipas deputetit të vetëvendosjes Driton Hyseni, krahas dialogut Konjufcës i kërkohet që të mbuloj plotësisht edhe agjendën e politikës së jashtme. Nuk mendoj që duhet të na e merr tërë vëmendjen e politikës sonë të jashtme relacioni me Republikën e Serbisë. Unë shoh një insistim të jashtëzakonshëm le të themi të zyrtarëve në Bruksel që t'i japi një prioritet të normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, mirëpo unë konsideroj që në këtë drejtim Kosova ka dhënë mjaftueshëm dëshmi, duke arritur edhe marrëveshje, duke filluar edhe menduar edhe implementimin e tyre.
edhe mendoj që edhe zyrtarët në Bruksel duhet të dinë që tani presioni duhet të ushtrohet mbi Serbinë në drejtim të normalizimit të raporteve, e gjithashtu diplomacia jonë ka jashtëzakonisht shumë punë edhe nevojë që të qasëve edhe segmente tjera, qoftë forumeve të tjera ndërkombëtare, qoftë antarësimit në organizata të tjera ndërkombëtare me rëndësi. Kalimi i udhëheqjes së procesit të dialogut me Serbinë te kryediplomati Glau Konjufca po shihet me doza skepticizmi në mesin e ish-ministrave të integrimit dhe të përfaqësuesit e shoqërisë civile. Sipas tyre, ndryshimi i emrit nuk nënkupton domosdoshmërisht ndryshim të kursit. Pas një cikli prej më shumë se 4 vjetësh të dialogut të udhëhequr në nivel krye negociatorësh nga Besnik Bislimi, ky proces kaloi në drejtimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës në krye me Glau Konjufcën. Lidhur me objektivat e Konjufcës në dialog me Serbinë, Radio Televizioni 21 i u drejtua ministrisë së tij me pyetje konkrete, mirë po nuk morën përgjigje. Derisa në një deklarim të mëhershëm sa ishte kryeparlamentar, Konjufca kishte thënë se pa njohje reciproke s'mund të ketë përparim në dialog. Në këtë proces që Kosova ka marrë zotimin edhe për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Vetëm një qelës është i mundshëm përmes dialogu përpara. Asociacioni bashkë me njohje. Për ndryshe nuk ka avancim të dialogut, është problem. Ish-ministri i integrimit evropian Bekim Çollaku thot se kalimi i dialogut tek Ministria e Jashtme nuk përbën asnjë ndryshim në proces. Sipas tij, zbatimi i marrëveshjeve të arritura do të jetë thelbi i presionit të faktorit ndërkombëtar për palët. Po ky proces duket larg nga të qendrët i përmbyllur në tërësi, sepse nuk është negociuar asnjëherë deri me tani një marrëveshje përfundimtare, gjithëpërfshirëse, ligjore, obliguese me njohje reciproke, ashtu siç është menduar dhe kalkuluar në të kaluarën. Ndrimi i negociatorit nuk paraqet asnjë lloj ndryshimi, sepse pritet që nëse do të ketë vazhdim të dialogut, do të ketë vetëm zbatim të marrëveshjeve të arritura dhe është e dukshme dhe pritshme krejtësisht dhe normale që Bashkimi Evropian do të imponoj Kosovës, qeverisë Republikës së Kosovës, që të vazhdoj tutje me zbatimin e marrëveshjes bazike të arritur ndërmjet Kurtit dhe presidentit Vučić dhe aneksit të Ohrit, e cila në thelb të vet, në zemër të saj, e ka pikërisht çështjen e themelimit të asociacionit. Duke e cilësuar lëvizjen e palës kosovare në udhëheqjen e dialogut si ndryshim jo të madh, Arbresha Logja nga grupi për studime juridike dhe politike nuk e përjashton mundësinë që Brukseli t'i bëjë presion Kosovës për asociacionin, por sipas saj, BE-ja duhet të qartësuar çështjen e validitetit të marrëveshjes pa nënshkrim të palëve. Me këtë, Kosova dërgon edhe një herë një mesazh ka shi Bashkimit Evropian që e sheh dialogun si prioritet të rëndësishëm dhe natyrisht e trajton në nivelin më të lartë të pozicioneve në qeveri. Dhe gjithashtu nuk shoh ndonjë ndryshim në kuptim të koordinimit, sepse zotri Konjufca është person shumë i afërt me zotrin Kurti. Tashmë i takon konsideroj më shumë palës Brukselit, pra lehtësuesve të dialogut, ta qartësojnë pozicionin, se si e konsiderojnë a vazhdojnë ta amnistojnë palën serbe për refuzimin për ta nënshkruar, apo do të bëhet presion ka shi Kosovës që ta respektojë një marrëveshje të tillë, një marrëveshje bazë për normalizim të raporteve përkundër faktit që e njëjta nuk është nënshkruar. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshjen bazë të Brukselit dhe aneksin e Ohrit në vitin 2023, por kjo marrëveshje nuk është zbatuar. Teksa fati kushtetues për zgjedhjen e presidentit po shkon drejt fundit, qëndrimet e subjekteve politike mbesin të padefinuara, pa emra të përveçshëm për postin e kandidaturës. LVV konfirmoi se ende nuk ka ndonjë emër konkret, ndërkohë opozita thot se presidenti i ri duhet të jetë një figurë unifikuese, por edhe me peshë në arenën ndërkombëtare. Përkundër ngushtimit të afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit, subjektet politike ende nuk kanë gjetur një emër, i cili do të ishte i përshtatshëm për këtë pozitë. Në këtë turi, kryeministri Kurti tha se zgjedhja e presidentit të ri nuk do të jetë lehtë,
pasi partia e tij nuk i ka votat e mjaftueshme për zgjedhjen e presidentit, ndërkohë që asnjë subjekt politik përveç AAK-s nuk përmend kandidatin e saj për president. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Driton Hyseni citoi liderin e subjektit se nuk kanë emër të përveçshëm për këtë pozitë, ndërsa siç tha në këtë garë nuk përjashtohet as presidenti aktuale, Vjosa Osmani. Në këtë rast nuk është që ky proces përjashton ndonjë emër të përveçshëm, përfshir presidentin aktuale, mirë po është e rrugës dhe unë mendoj që është qasja më shëndosh demokratike që partitë politike para se të japin emra dhe preferenca të shterin këtë diskutimin, le të themi fillestar sa i takon kandidaturave apo emrave të cilët mund të vinë tavolinë dhe mund të përmbushin, le të themi, ato çka partitë politike edhe synojnë. Për të hyrë garës për president, kandidati fillimisht duhet i siguroj 30 nënshkrime nga deputetët e subjekteve politike. Derisa presidenti aktuale Vjosa Osmani ka shprehur ambicjet edhe për një mandat të dytë, Radio Televizioni 21 merr vesh se ajo deri më tani nuk ka nisur mbledhjen e 30 nënshkrimeve të deputetëve. Në anën tjetër, shefi i grupit parlamentar të PDK-s, Arjan Tahiri, thotë se për postin e presidentit duhet një figurë unifikuese, që sipas tij nuk është Vjosa Osmani. Pro jo politik, jo zgjatimi i qeverisë, jo dikush që përfaqëson veç një grup ose një subjekt, jo dikush që ka obligime politike, po dikush që e përfaqëson edhe pozitën, edhe opozitën, edhe qytetorin, është dikush që ka reputacion edhe vendor, mirë po edhe ndërkombëtar, për shkak që ka rol të rëndësishëm përfaqësimit. Unë jam të fol në parime, jam të fol në standarde, mendoj që ajo nuk është se i plotëson këto parime të standarde për të cilat jam duke diskutuar. Përderisa për postin e të parit të shtetit është përmendur edhe familja Jashari, deputeti PDK-s Enver Hoxhaj pohon se do ta votonte ndonjë antar të kësaj familjeje. Por nga PDK nuk pranuan të deklarohen nëse kanë vot edhe për ish-kryetarin e Skenderajt, Bekim Jashari. Mendoj që është shumë herët më ulshu në emrat përveçshëm e në familje, jam të fol në standard, jam të fol në parem. Nëse deri më 4 mars nuk ka një president të ri, atëherë vendi përfundon në zgjedhje të jashtëzakonshme. Mes diskutimeve për zgjedhjen e presidentit të ri, LDK tha se para se të shkojë vendi në zgjedhje duhet të provohet arritja e një marrëveshjeje për presidentin. Analisti politik Blerim Canej thotë se zgjedhja e presidentit apo zgjedhjet e reja janë në dorë të kryeministrit Kurti. Në qoftë se zoti Kurti synon që me çdo kusht ta ketë edhe presidencën në dorën e tij, atëherë ka gjasa që ne të shkojmë në zgjedhje, për shkak se po e shohim në narrativën të cilën e ka ndërtuar edhe zoti Kurti, po edhe te partitë e tjera opozitare, për shembull, te zoti Kurti vrehet që përmenden shpesh mundësia e zgjedhjeve, përpjekja për mos shkuar në zgjedhje e tjera, përderisa te partitë opozitare vrehet një farfrige e shkuarjes në zgjedhje. Njohës të rrethanave politike nuk përjashtojnë kalkulimet e partive politike prapa kuintave për shkuarjen në zgjedhje të reja. Ambasadori i Francës në Kosovë, Oliver Gero, ka deklaruar se është çështje e partive politike të gjejnë mënyrën e duhur për zgjedhjen e presidentit të ri. Ai sheh si hap pozitiv takimet e fundit në mes të partisë në pushtet Lëvizjes Vetëvendosje dhe dy partive më të mëdha opozitare, PDK-s dhe LDK-s, lidhur me zgjedhjen e presidentit. Ambasadori i Francës në Kosovë, Oliver Gero, konstatoi se edhe Kushtetuta e Kosovës e bën të nevojshme që partitë politike të bisedojnë me njëra tjetrën. Mendoj se është shumë mirë që partitë politike po flasin me njëra tjetrën. Është e tyre që të gjejnë një zgjidhje. Kuadri institucional i Kushtetutës së Kosovës e bën të nevojshme që partitë politike të bisedojnë me njëra tjetrën. Sigurisht nuk dua të komentoj për këto diskutime tani sepse është çështja e tyre që të gjejnë një mënyrë të duhur për zgjedhjen e presidentit. Ambasadori francez beson se subjektet politike dhe institucionet në Kosovë qetësisht do të punojnë për zgjedhjen e shefit të shtetit. Jam i bindur se partitë politike dhe institucionet do të punojnë qetësisht për të zgjedhur presidentin. Ne kemi marrëdhënie të shkëlqyera me të gjitha institucionet, duke përfshirë edhe presidentin aktuale. Presim me kënaqësi të vazhdojmë bashkëpunimin me institucionet e Kosovës, institucione që kemi mbështetur që nga viti 1999 dhe 2008, dhe është kënaqësi që të shohim që institucionet tani janë të vendosura fort. I pyetur për një emër konsensual për president, ambasadori francez deklaroi se nuk dëshiron të komentojë politikën e brendshme, por shprehet i lumtur që institucionet po funksionojnë.
Si diplomati huaj nuk dua të komentoj për politikën e brendshme. Kemi punuar shumë që Kosova të bëhet një shtet sovran dhe jemi të lumtur që shohim që institucionet po funksionojnë qetësisht me njëra tjetrën. Ne jemi shumë të kënaqur që pas një viti hezitimi, më në fund kuvendi është themeluar sipas rregullave dhe qeveria është formuar. Ne po prisnim këtë sepse na duhen partner për aktivitetet tona ekonomike këtu në Kosovë, si dhe për procesin politik dhe diplomatik. Franca do të jetë edhe më e pranishme në fushën ekonomike këtu. Javën e kaluar patëm një ditë të biznesit francez. Do të kemi gjithashtu nënshkrime të marrëveshjeve të huaja me agjensinë franceze për zhvillim dhe për këtë na duhet një qeveri. Pra jemi shumë të lumtur që një qeveri funksionale mund të marrë angazhime dhe kuvendi ta ratifikojë. Deri më 4 mars 2026, presidenti i Kosovës duhet të zgjidhet në kuvend, ndryshe vendi shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme. Një ngjarje që po afron mes polemikash për organizim është ajo e epopesë UÇK-s. Këshilli Shtetëror për organizimin e kësaj epopeje dhe organizata e veteranëve të luftës edhe këtë përvjetor do të jenë të ndarë në organizimin e aktiviteteve për të shënuar këto ditë të lavdis. Nën kryetari i OVL UÇK-s Gazmend Sylla njoftoi se kanë refuzuar ftesën e Këshillit Shtetëror për 28 vjetorin e epopesë UÇK-s për takimin e së entës për shkak të, siç tha, qasjes jo bashkëpunuese të institucioneve. Ai foli edhe për ftesën zyrtare që i është dërguar OVL UÇK-s. Ajo gjithçka mund të jetë vetëm ftesë, jo një farë urdhërese, një farë emaili urdhërues, aty në fund shujke prania e domosdoshme e diçka. Ne kemi me di edhe sot që kena pas prononcime tjera, nuk zbatojmë urdhat askuj. Ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, përkatësisht ne që përfaqësojmë këta ushtarë këtu në organizatën tonë, urdhat i kemi zbatuar, urdhat e komandantëve në kohë lufte, o pas lufte jo, nuk kemi vartës të asnjë ministrie, jemi organizuar dalë nga lufta që përfaqësojmë e vlerën më të ndritun, që është ushtria shqiptare e Kosovës. Në takimin e sotëm të Këshillit nën kryetari i Skënderajt Fadel Nura ka vërejtur mos prezencën e një anëtari nga shoqatat e dalën nga lufta dhe kanë ngritur si çështje. Sylla për këtë tha se përmes Nurës duhet kuptuar sakrifica e secilit gjatë luftës për liri, pjesë e së cilës janë djemt e vajzat që përfaqësojnë këtë vlerë përmes shoqatave të dalën nga lufta. Fadili është vetë luftëtari i UÇK-s dhe besojmë që ka pas të drejtë ato që i ka thonë edhe pse nuk e kemi këtë informacion. Megjithatë mirë ka bëu, do të thotë për neve është lajm i mirë. Le ta kupton edhe ai këshill, edhe shteti jonë, edhe gjitha institucionet tona që mbas asaj sakrifice që kanë ndodhur gjatë luftës tonë për liri, e pjesë së sakrificës janë ta djemë vajza që edhe përfaqësojnë këtë lirë përmes shoqatave dalë nga lufta. Duke folur për një ftesë të dytë nga Këshilli Shtetëror, Sylla tha se nuk do të marrin pjesë pasi që vetë se kanë krijuar këshillin e tyre, por edhe pasi sipas tij qasja institucionale ndaj OVL UÇK-s nuk lë rrugë për një bashkëpunim. Sa i përket ftesës së dytë që mund ta bëjnë ata, neve do të nesër kemi takim me kryetarët e degëve në gjitha nivelet e vendit tonë, ku do të diskutojmë. E njëna prej pikave të renditjes është organizimi i epopejës së UÇK-s. Më 5, 6 dhe 7 mars shënohet 28 vjetori i epopesë UÇK-s, Kuran për liri familja Jashari, në krye me Adem Jasharin. Në përkujtim të datave të rëndësishme për vendin, qeveria e Kosovës të premtën ka miratuar Këshillin Shtetëror për epopejën e UÇK-s, në të cilin nuk u përfshin shoqatat e dalën nga lufta. Si rrjedhoi, organizata e veteranëve të luftës ka krijuar këshillin e vet në krye me personalitete që kanë kontribuar në luftën për liri. Në një vjetorin e vdekjes diplomatit amerikan dhe miku të madh të Kosovës Frank Vezner, kolegu ynë Halil Mula në përkujtim të tij ka shkëputur pjesë nga njëra prej intervistave të shumta me ish të dërguarin e Shteteve të Bashkuara për bisedimet për statusin e Kosovës. Kosovo has passed its 16th year. That means that it has made its way through its independence, has established itself. Kosova tashme po rrugton sigurt, e pavarur dhe u stabilizua e përhershme në ligjet ndërkombëtare, në hartën e kombeve të Ballkanit dhe Europës. Dhe ky është një fakt i kryer.
Kosovo is a work in progress. Gjithsesi, Kosova është punë në progres dhe do të jetë për një kohë. Problemi kryesor është Serbia dhe raportet e Kosovës me Serbinë. Kisha dashur që pas kaq vitesh që të kemi raportet e mira mes Kosovës dhe Serbisë, por kjo është bërë e pamundur për shkak të qasjes së Serbisë, se pavarësia e Kosovës nuk është legjitime. And it's not proved possible because Serbia has been unyielding in its view that Kosovo's existence is not legitimate. The association of the Serbian majority municipalities. Ndërsa lidhur me asociacionin e komunave me shumicë serbe, Wisner thotë se vazhdon të jetë guri i rënd në qafën e Kosovës si një çështje madhore e pazgjidhur. Në bisedimet për statusin që i paraprin pavarësisë e Kosovës, ishte bindja se asociacioni nuk do të ketë autorizime ekzekutive, që përkon me sovranitetin e Kosovës, kapaciteteve të qeverisjes së Kosovës, politikës së jashtme, politikave ekonomike e tjera, por do të jetë sistem lehtësues për ide dhe çështje praktike, siç janë përdorimi i librave shkollore mes komunave në kuadër të asociacionit. Nuk është parapo që të jetë fakt politik dhe kam frikë se nëse nuk zgjidhet shpejt, sepse çdo herë që i dëgjoj serbët duke folur për të, me duket se po përpiqen që t'i japin formën e Republikës Serbe, që asesi nuk ishte qëllimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, as i Ahtisarit e as i asnjërit nga shtetet sponsorizuese të pavarësisë së Kosovës. Asociacioni i komunave me shumicë serbe duhej të ishte teknik e jo politik. That was not the idea of the United States, nor Ahtisaari, nor any of the European powers that were sponsors of Kosovo's independence. The Association of Serbian Municipalities was to be a technical, not a political fact. Kosovo is a sovereign nation. It has its own autonomy. It should pursue its own interests. But it is heavily... Kosova është vend sovran dhe ka autonominë e vet dhe duhet të ndjek interesin e vet, por duhet patur parasysh se është shumë e involvuar me perëndimin dhe në qasjen e saj ndaj interesave të veta duhet të veproj në harmoni me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europianët dhe pas diskutimeve mes veti të vim në përfundim së bashku. Ne, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Europa dhe Kosova nuk jemi në luftë mes vete, por qëllimi ynë është një Kosovë e fortë, më stabile në një Ballkan të fortë e stabil në Europën juglindore. Balkan area in southeastern Europe. Thank you. Kthehemi në studio me informacione të tjera. Rreth 1 milion euro të padeklaruara janë zbuluar sot në pikalimin kufitar në Merdare gjatë një kontrolli të detajuar të kryer nga zyrtarët e doganës së Kosovës. Sipas njoftimit zyrtar, automjeti është kontrolluar në hyrje të territorit të Kosovës përmes rrezeve X, ku janë zbuluar mjete monetare të padeklaruara të fshehura në një hapësirë të improvizuar brenda automjetit. Sipas vlerësimeve fillestare, shuma e mjeteve monetare dyshohet të jetë rreth 1 milion euro. Në koordinim me prokurorin kompetent, po ndërmerren veprime të mëtejme hetimore në përputhje me autorizimet ligjore, thuhet në njoftimin e doganës së Kosovës për këtë rast. Kontrata për shitjen dhe blerjen e energjisë elektrike në 5 vitet e fundit u bë temë nxehtë diskutimi në mbledhjen e sotme të Komisionit për Ekonomi. Përfaqësues të opozitës në këtë komision kërkuan që sa më parë të publikohen të dhëna të detajuara sa energji elektrike është blerë dhe sa është shitur. Deputetja e LDK-s Janina Ymeri kërkoi që në kuadër të planit të punës së Komisionit për Ekonomi të përfshihen edhe kontratat e shitblerjes së energjisë elektrike në 5 vjetët e fundit. Kontratave shitblerjes së energjisë elektrike bashkë me anekse kërkon për juve diskutim më gjatë, më shumë se javës tjetër më kanë rendite, unë nuk besoj që keni më shumë kohë për fakt
ju nevojitet kohë për me diskutu tutje, është ka që thjesht, sa është ble energji elektrike dhe sa shqit, sa për propozimin e zotit Ramadani dhe në pajtona, sa për mu pe viti 2000 me njës nuk prish punë, 2026 edhe krejt shijet pavarësisht partisë edhe jam dakord me deputetë të opozitës, nuk është çështje politike se kena mi po krejt partit, sa është dëmtu buxhetin e gjepit në qytetarit. Mirë po kryetarja e komisionit Rozeta Hajdari tha se nuk e dekurajon kërkesën e deputetës së LDK-s, por duhet të merren parasysh edhe kërkesat e partisë në pushtet. Nuk e dekurajoj kërkesën e zonjes Janina nëse kërkon ad hoc, ne e di që edhe nuk pajtohemi gjithë me këtë kërkesë, por gjithmonë për transparencë, për qasje konstruktive si kryesuese e komisionit, nuk e dekurajoj një propozim. Qëllimi është që të fillojmë në mënyrë sa më konstruktive, por nëse kjo bëhet një norm e shpesh që të hedhim në votim çdo propozim, atëherë do të jetë pak më vështirë për komisionin. Më mirë është si kryesuese po e propozoj që ta diskutojmë këtë në takimet tona të radhës dhe t'i shtrojmë të gjitha datat e nevojshme pra me kërkesat edhe të juaja, edhe të deputetëve Valon Ramadani dhe Taulant Kelmendi dhe të tjerë, dhe të kemi një qartësi për gjitha periudhat sa i përket sektorit të energjisë. Krahas kësaj, komisioni miratoi fush veprimtarinë e tij për këtë mandat të legjislaturës së 10. Agjencia franceze për zhvillim nënshkroi marrëveshje 5 milionëshe financimi me agjenci për financim në Kosovë. Pjesa më e madhe e këtyre mjeteve ndahen për gratë ndërmarrëse, ndërsa pjesa tjetër për zonat rurale. Ambasadori i Francës në Kosovë, Oliver Gero, vlerësoi se sa më shumë gratë që përfshihen në biznes, aq më e fortë bëhet Kosova. Për ne është shumë e rëndësishme sepse kjo kredi do të ndihmojë gratë dhe sipërmarrësit në zonat rurale. Mbështetja e grave, sidomos grave sipërmarrëse, është shumë e rëndësishme. Kosova është një vend i grave të forta, i takoj çdo ditë në institucione, në politik, si në shumicë ashtu edhe në opozitë, si edhe në biznes. Sa më shumë gratë të ketë në këtë vend, aq më e fortë është Kosova. Nëse të gjithë gratë kanë një qasje në biznes, politik apo në jetën publike në përgjithësi, Kosova do të jetë dyfish më e fortë. Drejtori ekzekutiv i Agjencisë për Financim në Kosovë, Gjevdet Spahia, theksoi se bashkëpunimi me Proparkun do të favorizojë gratë ndërmarrëse dhe gratë në bujqësi. Ky bashkëpunim me Proparku, i cili është prej 5 milion euro, do të shfrytëzohet më tepër për kreditim të femrave ndërmarrëse, si dhe femrave në bujqësi. Deri me tani, Agjencioni për Financim në Kosovë ka shpërndarë diku afër 500 milion euro me diku 165.000 kredi, kështu që është një institucion mikrofinanciar mjaft i suksesshëm, i cili vepron që nga viti 1999. Drejtori rajonal për Euroazi në Proparko, Steve Gardon, u shpreh se partneriteti synon një zhvillim ekonomik gjithëpërfshirës në Kosovë, sidomos në zonat rurale. Ky partneritet do të jetë për dy gjëra. Së pari tek mbështetja e grave sipërmarrëse, e kjo është ylla kryesore e strategjisë globale të Proparkos dhe të Francës për të mbështetur gratë në biznes, për të vënë në dispozicion financim që të rrisin mundësitë e tyre dhe të kontribuojnë gjithnjë më shumë në ekosistemin ekonomik. Së dyti, mbështetja e sipërmarrjes në zonat më rurale, ku hendeku i financimit është më kritik dhe mbështetja e njerëzve të Agjencisë për Financim në Kosovë është më së shumti e nevojshme. Edhe një komision tjetër parlamentar u mblodh sot, ai për arsim, i cili miratoi agjendën e punës. Pati propozime të shumta si nga pushteti ashtu edhe nga opozita, ndërsa lista serbe kundërshtoi mbikëqyrjen e arsimit të lartë në veri të vendit. Antari i Komisionit për Arsim nga Lëvizja Vetëvendosje, Farush Rexhepi, propozoi që pjesë e punës së këtij komisioni parlamentar të jetë edhe mbikëqyrja e institucioneve shkencore arsimore. Propozoj është futja e mbikëqyrjes të zbatimit të ligjshmërisë edhe në disa institucione tjera shkencore. Pra është fjala për Institutin e Historisë dhe Institutin Albanologjik,
edhe është edhe instituti i pedagogjisë. Ndërsa antari i këtij komisioni nga PDK, Enver Hoxhaj, në mungesë të një plani qeverisës, propozoi që të dëgjohet ministri i arsimit Hajrullah Qeku, por edhe drejtorët e drejtorive komunale të arsimit. Ne kemi një qeveri të re, cila qeveri është mbështet në kuvend të Kosovës, por ende nuk kemi një program të qeverisë që të shohim se cili do të jetë çësia kësaj qeverie në fushën e arsimit. Nuk po them këtë si opozitë, se duhet ta presim ministrin që të jep kontributin e tij se çka duhet të ketë në si fushë të arsimit, por ndoshta do të ishte mirë që para se të vjen programi i qeverisë në kuvend, që mos ta kemë atë ballavaçimin klasik që kemë në kuvend të Kosovës, ta kemi një takim me ministrin se çfarë mundon ai që të integron në programin e tij të punës. Propozime për fushveprimin e Komisionit për Arsim dha edhe deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Jehona Lushaku. Fjala universitet mungon kur flasim për arsimin e lartë. Propozoj që të përmendet, edhe pse mund të jetë nënkuptueshme, ne duhet ta rrisim mbikëqyrjen tonë ndaj fushveprimtarisë dhe vendimeve që i marrin universitetet. Po ashtu është e rëndësishme që temat si agenda evropiane dhe harmonizimi i synimeve tona me agendën evropiane të jetë diçka prioritare. Ndërsa ish ministrja e arsimit, e cila tani është antare e Komisionit për Arsim, Arbrie Nagavci, kërkoi që fushveprimtaria e këtij komisioni të mos ngarkohet më shumë se sa që është përcaktuar. Propozimi im është që të mos ngarkohet më shumë fushveprimtaria kështu si është, ndërsa tema tjera natyrisht se mund t'i shqyrtojmë varësisht prej nevojave. Por deputeti nga lista serbe, Nemanja Bishevac, u shpreh kundër mbikëqyrjes së arsimit të lartë në veri të vendit. Sipas tij, kjo çështje i takon dialogut Kosovë-Serbi. Hvala predsjednice, poštovane kolege, želim. Megjithatë konsideroj se kjo është çështje e dialogut dhe një nga kompetencat e asociacionit të ardhshëm të komunave serbe. Prandaj mendoj se ne nuk duhet të merremi tani me këtë çështje. Kundër përgjigje për këtë pati ish ministri i punëve të jashtme Enver Hoxhaj, i cili tha se temat për arsim nuk duhet të jenë debati një politike ditore. Edhe një barë e re financiare për pacientët e hospitalizuar në qendrën klinike universitare të Kosovës. Kjo qendër obligon 3 euro tarif për personat që përkujdesen për familjarët e tyre të shtrirë në spital. Kjo pagesë po shihet si një padrejtësi ndaj familjarëve që kryen punën e stafit shëndetësor. Fuqizimi i udhëzimit administrativ që obligon qytetarët të cilët kujdesen për pacientë në qendrën klinike universitare të Kosovës të paguajnë 3 euro për 24 orë qëndrimi, për disa qytetarë konsiderohet e padrejtë. Ka edhe në këtë ekonomi, tash ka edhe pjesë tjera që do të me dhonën për borën e asane, edhe plus kësaj, po më mërmene që s'është e arsyeshme. Edhe me pagu 3 euro, pse? Një ka dje që rrët e 20 dit, shemën për me. Që u shqyët që në kam, se më di sarën tash, a që është, dhe nuk ka 3 euro. Ndërsa për një qytetar tjetër, shuma prej 3 eurosh është e arsyeshme, duke u bazuar edhe në praktikat spitalore të vendeve perëndimore. Po gjithmonë duket që gjithmonë të mbutën është njëjtë, kështu. Kun ka pagesa. Në ekonomi të tilla është. Po me ekonomi se si shkon në Gjermani e kje, çapo di unë 10 euro në shtiurën me pagu aty. Sipas zyrës së drejtorit të qendrës klinike universitare të Kosovës, qëllimi i vendosjes së kësaj tarife është ruajtja e rendit institucional. Qëllimi i kësaj mase është reduktimi i numrit të përcjellësve brenda klinikave, me synim përmirësimin e funksionimit normal të shërbimeve shëndetësore, ruajtjen e rendit institucional, si dhe krijimin e një ambienti sa më të përshtatshëm për pacientët dhe stafin mjekësor. Edhe pse QKUK në total ka 2096 pjesëtar të stafit infermieror, nga menaxhmenti theksojnë se vendosja e kësaj tarife nuk e zëvendëson shërbimin infermieror. Theksojmë se bashkëpagesa për përcjellësit nuk zaventson në asnjë rrethon kujdesin infermieror dhe shërbimet profesionale shëndetësore që ofron pacientëve.
Ndërkohë, drejtori i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, Begjet Shala, ka deklaruar se ky vendim po i penalizon qytetarët, duke cilësuar atë si shkelje të drejtave të njerëzit. Kjo është edhe një përpjekje e Ministrisë së Justicisë për të penalizuar të tjerët për mos punën që bën vetë. Dhe ndatë që është një kundërshtim. Edhe nuk e di ku ka gjithë këtë bazë ligjore, por është kundërshtim edhe me të drejtat e njerëzit dhe si të tillë ne në asnjë mënyrë nuk e pranojmë. Sipas udhëzimit të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë, përcjellësit e pacientëve mbi moshën 15 vjeç janë të obliguar të paguajnë një tarif prej 3 euro për natë gjatë qëndrimit në klinikat e QKUK-s. Nga kjo pagesë përjashtohen pacientët e klinikës së onkologjisë dhe klinikave ku trajtohen pacientë me sëmundje malinje. Për informacionet më të fundit, klikoni në adresën tonë të internetit rtv21.tv dhe në rrjetet tona sociale.